atyre që më thonë mua tradhtar, thoshte njëri shkon në Serbi dhe në Serbi vajta unë. Në Serbi vajta, ja u thash atyre në sy nga pallati i Serbisë kur i presidenti që Kosova është republikë e pavarur dhe është një histori që nuk kthehet më mbrapa. Përshëndetje, miq të dashur, mirë se vini të dha ngellën në analizë. Shkojna vetëm e radhës, edhe Rama. Mirë, Zoti Kryeministër, shumë e vërtet që ti e ke thonë këta. Këta nuk ta mohon kërkush, por ne nuk e dim. A ke pas marrëveshje me Vučićin për me thonë këto fjalë? E para, i pas ke thonë, po masanena, qka ke bo? Qka bone për Kosovën? Tash si ka mundësi, kur ti i thu këto fjalë, midis Beogradi, edhe vjen Shqipëri, e tani mas disa kohë, thue që Mitrovica Veriore është toke askujt. Tash në cilën po jesëm? Është Kosova Republik, edhe ka marrë fund kjo, apo është Republik, po pa Mitrovicën Veriore? Ku na peshet to, Zoti Kryeministër? Ato që i ke thonë të në Beograd, për menimin tim, ato jenë marrëveshje. Sikur marrëveshja për Mitrovicën, sikur marrëveshja për Ballkanin e hapur. E shumë tjera. Unë me që kom marrë do disa fjalime që ka thonë Kryeministri i Shqipërisë, edhe të ndëgjojmë, të diskutojmë së bashku e lutëm. Sepse me të vërtet, ky njeri nuk është normal. Pse për thonë këtë? Sepse del edhe e qënë njeri në honë, edhe zbret poshtë. Qënë në honë, zbret poshtë. Ky me ndonë qashtot. Po kësë është realiteti, se ne, si shqiptar, pe kuptojmë. I kuptojmë gjërat. Nuk ka mua si njerës flajtëm, Zoti Kryeministër. Nuk ka njerës asi që i blenë mu, apo që i vjedhë mu. Ka të këtu, po flasëm në shumicë. Shkojna miq? Është kollaj, është shumë kollaj të bësh heroin, kur del atje ka i bulevardi ku vran 4 vetë, me pushk. Dhe kur ne socialistët organizoheshin për protesta, shumë njerëz nga tanët, mësues, mjek, infermiera, se s'bëj fjalë për administratën tjetër, nuk vinin dot në protest, sepse i merrnin për flokësh dhe ishin nga punat despen. Dhe shkonim në për protesta këtu, atje. E ti tash, Zoti Kryeministër, qa ke bo për 12 vite? Ti nuk e ke nxjerrë për punës? Askënd? Ti të regoja atyne që i ki për para, por jo popullit. Shkona miq? Pledhur me njëri tjetrin dhe duke i rezistuar një qeverie e cila në ndërkohë bënte pallariu se për ambientalist e për qorrollapist e për lapoqorrist as pyesin fare ata. Nuk e haroj kur kanë qenë atje, kemi qenë bashkë atje, nuk haroj kur se si i morën invalidët. I morën me gjithë karroca i ngritën në ajër. Sot është kollaj. Po dinim se është kollaj. Sepse Shqipërinë ndryshoi Partia Socialiste edhe në këtë aspekt. Çka ke ndryshuar ndërum? Se s'po të kuptoj. Shqipëri s'ka njerëz buk me hongër. Jo të gjithë, jo oligart. Populli thjesht. A ke pas spitalet? A ke pas spitalet që i ka qitë në video doktori Mario pe Amerikës,
që e ka ndërgu pe Shqipërisë. A ke pa, zoti kryeministër? A ke pa çfarë mjerimi është, zoti kryeministër? Çka bëre për Kosovën, zoti kryeministër? Ndalëm pak këtu ajo që ti po jap shumë rrëfim të madhe. Pse s'na hiqe kufinin, zoti kryeministër, që kalon Tito? Me gjithë Serbin bashkë. Në Morin. Çka po të vinë atë kufi, zoti kryeministër? E shumë kufina tjerë. Po çfarë arsye? A di më tregu mu? Jo mu, popullit. Pse nuk e hiq kufinin, zoti kryeministër? Pse nuk bashkëpunon me Kosovën, zoti kryeministër? Pse po ta nxon rrugën gjithë kryeministët e Kosovës? Këto s'pe kuptoj. Edi Rama. Ibrahim Rugova i keq. Hashim Thaçi i keq. Hashim Thaçi, jo, masane jo boj mirë Hashim Thaçi. Njerë i keq, po tani boj mirë. Ramushi i keq. Albini i keq. Dhe më thonë valë vështi kë i mirë, apo? Kur janë tonë këqi, ti i mirë, gjithmonë, aty diçka ka, zoti kryeministër. Nuk po vjen era mirë. Që 12 vjetë, 13 vjetë e ke shkoq atë popull, e ke sakatu, të i vjedh e të stërvjedh. Si mas rrjetet sociale, si mas televizioneve, si mas lajmeve. Por unë po të tregoj për Kosovë. Pse s'po i heq kufinin Kosovë? Shqipëri, për çfarë arsye? Pse duhet me kuna kufi në Morin? Për çfarë arsye? Na dojti Tito, apo na don ti? A i na shliru, a i na boj shtet, pse s'pe hiq kufin e dha? Gjermani, Austri, s'ka kufi e burr. E ata e vllazën. Po ti si e vllazën me neve? Ti se do Kosovën. Ti e don Kosovën ndër thetra tua. Ti e don Maqedoninë ndër thetra tua. Ti e don Malin e Zi ndër thetra tua. Ka marrë fund ajo kryeministër. Ajo ka marrë fund. Nuk lejojmë skllavër. Nuk lejojmë skllavër. Do bëhem të gjithë bashkë. Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malzi, ku do shqiptar në Evropë, diasporë. Edhe do të rëzojmë, zote kryeministër. O jap dorëheqje vetë, o do të rëzojmë. Jo me dhunë, me paqe, me demonstrata. Do të mbledhëm anë mban botës. Edhe aty na ki. Shkojnë miq, të ndëgjojmë se ka ala. Kështu që patriotizmi dhe tradhtia nuk janë me vër flamurin këtu, lidhe nyë dhe thuaj të qërë Edi Rama. Ky nuk është patriotizëm. Të qërë Edi Rama nuk për kuptoj që apo të me thonë, po nuk ka problem. Por, nuk është patriotizëm, as ga una jote, me dalë me thonë që Mitrovica, veriore e Kosovës, është tokë e askujt. Kjo është patriotizëm? Nuk është patriotizëm sot me ekzistu kufinin Morin, zoti kryeministër. Nuk është patriotizëm me na qit aty rampen, me ardhë sartë hina me pagu ka 5 euro. 7-10 sa obo që ti as vetë. Nuk është patriotizëm. Nuk është patriotizëm dashte me bo balkon në hapër me na shkel si Kosovë. Kjo patriotizëm? Tash po do me shje Shqiprin, me Sazanin, me Zvernekon. Ku shje ti vëlla? Nga ke ardhë? Që herë bosh katolik, herë bosh musliman, herë bosh ortodoks. Ngullu dikun. On ato.
Po jo me shpifje. Shkojnë amiq? Nuk është patriotizëm, nuk ka problem, lese. Jo, më letë vazhdoj, mua më bëhet vetëm shëndet dhe energji, shqipen si jam energji, se kësha rëm pak si këshu. Jo po doket, energjia jote po doket, me të vërtet. Patriotizmi është ndryshe. Po, edhe ne e dim, pikrisht ta po ta tregoj, që patriotizmi është ndrysh. Patriotizëm është Edi Rama, me dasht vendin ton. Patriotizëm është Zoti Kryeministër, me ndërtu vendin ton. Patriotizëm është Zoti Kryeministër, mos me vjedh popullin ton. Patriotizëm është Zoti Kryeministër, me punu për vend tonin. Sikur Albin Kurti, e jo sikur Edi Rama. Okej? Besoj e kitë kjartë, matë kjartë nuk më di që me ta spjegu. Sepse fola ka dalë se ju nga Shqipëria folni ma mirë se ne, respekt, e për ta u mundova me folë tamon për më kuptu. Nuk është as demokraci, as nerë, as respekt, kur ti e vjedh popullin ton, kur ti e shet popullin ton. Pse duhesh me dhonë sazonin? Pse duhesh me dhonë zvarnejcen, aty që për thënë? Për çfarë arsye? Po bëj kam beton. Mi që dashër, kjo është e video për sot, mire pafshëm vite radhës.